gjatë regjimit e kanë dashur sporti, pak kanë pas tolerancë. Pasha zotin parët i kanë dashur. Po që ajo kur sport, ti të kujtohet edhe ata dhe sport për dhëm, kur shishin fara. Sport për dhëm. Ne kështu ka qenë, edhe pastaj shkum Sloveni, atje në Maribor, çdo gjë ndryshe, klub shumë i organizuar Maribori, çdo gjë vani bukur. Me të thonë drejtën edhe sa të ka rajs me të atje? Në Maribor 2 vjet kom nejt Maribor, pastaj kom shku në Turqi. E di, Turqi. Prej Turqisë në Izrael. Ke dhënë 2 golla koxha në Turqi. Po, mirë kemi kalu në Turqi shumë, kemi kalu mirë, ndeshën e parë debytoj, jap gol me Beshiktashin. Në Izrael ke qenë pi Turqisa? Po, në Izrael një vit. Këto se pas në ditë. Po, në Izrael një vit, në Makabi Ercelia, edhe aty kemi kalu shumë mirë. Me njerë mas jo kry lufta në Kosovë, vitin 2000, luj një vit në Izrael, pastaj prap kthejna në Sloveni në Olimpit Ljubljanës tash, që kanë qenë rival me Mariborin, sepse treneri jam ka kalu atje edhe me çdo kusht, edhe në Olimpi kemi kalu shumë mirë, në Ukrainë, në Shqipni, në Bullgari, prapë në Turqi, pa ta shku prej Slovenisë në Bullgari, prej Bullgarisë prapë në Turqi, e kështu me radhë mirë.